Në Damask të Sirisë valon flamuri amerikan për herë të parë që nga viti 2012. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Sirinë, Thomas Barak, ka ngritur flamurin amerikan mbi rezidencën e ambasadorit në Damask për herë të parë që nga viti 2012. Ky veprim simbolizon një hap të rëndësishëm drejt rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes SBA-s dhe Sirisë. Ambasada e SBA-s në Damask ishte mbyllur në shkurt të vitit 2012 pas një periudhe tensionesh dhe dhune të ushtruar nga regjimi i Bashar Asadit ndaj protestuesve që në shpërthim të luftës civile. Në ceremoninë e ngritjes së flamurit, Barak, i cili gjithashtu shërben si ambasadori i SBA-s në Turqi, theksoi mundësinë e arritjes së paqes mes Sirisë dhe Izraelit, duke sugjeruar fillimin e dialogut për një marrëveshje jo agresioni dhe diskutime mbi kufejt. Ky zhvillim vjen pas rënies së regjimit të Bashar Asadit në dhjetor të vitit 2024 dhe formimit të një qeverie të përkohshme në udhëheqjen e Ahmed El Shara, një ish lider i një grupi të cilin SBA-ja ende e konsideron si organizatë terroriste. Megjithatë, administrata e presidentit Donald Trump ka filluar të shfaqë një angazhim të kujdesshëm për angazhimin me qeverinë e re të Sirisë, duke përfshirë një takim të papritur mes Trumpit dhe Al-Sharës në Riyadh të Arabisë Saudite dhe lehtësimin e disa sanksioneve të vjetra ndaj Sirisë. Për më tepër, Barak ka njoftuar se Siria nuk konsiderohet më si një shtet mbështetës i terrorizmit në pritje të një shqyrtimi 6 mujor nga Kongresi. Ky moment shënon një kthesë të rëndësishme në politikën e jashtme të SBA-s ndaj Sirisë pas një periudhe të gjatë izolimi dhe tensionesh.